sa është e mundur një gjë e tillë. Nëse veç vazhdohet me kërkesa të tilla, ato e marr parasysh që e kemi asociacionin në anën tjetër që është një temë kogja e nxehtë dhe sfiduese për secilën qeveri që do të vijë në krye të Kosovës. Sa shqetësuese është që secili nga komuniteti nesër të ketë kërkesa të tilla në një Kosovë aq e vogël siç është vendi jonë. Në fakt kjo kërkesë është e kamotshme. Tani nuk më kujtohet kush ishte i pari që ka inicu, por kryesisht partitë bosnjake ka vite që e kanë shtru këtë temë. Tani sa ka mujt me vrejt është një garë pasi që e në disa parti, në mes të liderëve të këtyre partive, kush po e merë primatin për këtë temë. Si do këtë është temë më shumë populiste, por gjithnjë duhet me unisë nga jo sa mundet një komune me kapacitet kufizuar demografik, ekonomik e tjera me qenë e vetë qëndrushme që me mujtë me ushtru funksionin e saj. Tani nuk jem ndonjë ekspert lidhje me pushtetin lokal, po atë sa unë e kam mësu, kjo kërkes nëse konsiderojnë komuniteti bosnjak se e përmison cilësinë e jetës së tyre, shërbime ndaj qytetarëve e tjera, do duhet studiohej mirë, së bashku me institucionet tona, që të sigurojmë nëse krijohet kjo komune, më të vërtet me qenë në shërbim sa ma cilësor të qytetarëve. Por nëse është një çështje thjesht për poena politik partijak në ato përplasjet që i kanë brenda komunitetit, unë prapë jem i mendimi që do t'jetë jo në dobi, po mundet edhe me keqësu situatën dhe këtij komuniteti. Nëse ndodhë, të realizohet një kërkesë e ti, mundet me u përkeqësu gjendja. Do duhej njosit e mirë e shumë parametrave, faktorve me studiu këtë çështje, natyrisht që gjithnjë me pasën e konsiderat që edhe një nivel i tillë i ngritjes statusit të tyre, me qenë brenda normave kushtetuese dhe brenda ligjeve tona në fuqi. Mirë, më qenë se i takon pushtetit lokal shumë e qartë, po edhe pse jemi tu përgatit për parlament, për konstituimin e kuvendit, normalisht që secili ka idetë edhe për zgjedhjet lokale. Unë do doja që të kjo pjesë veç pak me diskutu që nëse një komunitet i lind një kërkesë të tillë dhe vazhdimisht e bën një kërkesë të tillë, dhe përgjithësia shkon te kuvendi lokal, do të thonë te qeverisja lokale, atëherë a e bjen që qeverisja lokale duhet me reflektu pak ma shumë dhe me uja pak ma shumë hapësirë dhe me punu ma shumë që në mënyrë që komunitetet mos vinë me kërkesa tilla, po të ambientohen brenda shtetit të Kosovës me shqiptarët dhe t'jenë gjithë të njëjtë. Me qenë se e dim që komunitetet për hir të vërtetës kanë kogja benefitet mira në Kosovë. Tani, unë kam edhe themi çdo ditë përjetoj pasi vin nga Prizreni, ku është një diverzitet nacional, kulturor, është një bashkëjetesë e mirë, dhe unë gjitha komunitetet i shoh mirë të integruara në pushtetin lokal dhe për gjitha nevojat e tyre për t'i arritur qëllimet. Edhe për mbrojtjen e identitetit tyre, për drejtat e tyre në shkollim, arsim, lëvizje, punësim e tjera. E tha me përgjësi të plot, jenë të barabartë, edhe duhet me pas në konsiderat se gjithnjë nga pushteti lokal i Prizrenit, po edhe nga nivelet qendrore, ka ekzistu një përkushtim i veçantë nëpërmjet programeve të ndryshme në nevojat e tyre. Por nëse ato mendojnë që me ngritjen e komunës së tyre, munden me realizu edhe ma shumë jashtë këtyre mundësive që i kanë për momentin, është e drejtë e tyre. Tek e fundit
duhet me pas parasysh që kemi pas kërkesa edhe nga disa fshatra më të mëdha, për shembull në regionin e Hasit, nga komuniteti shqiptar, që kanë bërë disa studime, analiza dhe kanë bërë kërkesa që disa fshatra i plotësojnë kushtet tani me u shndru edhe në komuna. Po këto janë çështje që do duhej me të vërtet me u trajtu me një ekspertizë shumë të lartë. Gjithnjë me qëllimin apo e bëjmë një shërbim të mirë ndaj komunitetit, apo e degradojmë situatën e tyre. Do të ecim tutje te Lidhja Demokratike e Kosovës, fillimisht si e vlerësoni ju procesin zgjedhor, zgjedhjet e para të rregullta pas shpalljes së pavarësisë, por kanë ngecur në fakt, edhe pse nuk e dim se 15 prilli është shumë afër të shohim se çfarë ndodh, po deri në këtë moment ka shku pak si zhag. Mujna me thonë, nuk janë dalë me bisedu partit me njëri tjetrin, ndoshta është hera parë që kanë thonë po e presim certifikimin e rezultateve, me qenë se në Gjermani e patëm një atë modelin që të nesërmënve që morën vesh partit politike. Çka ndodhi në Kosovë? Ishin pritjet pasi që pat edhe ndryshime në aspektin e procedurave, aplikimin e teknikave të reja për numrimin e votave, që sigurojnë votën me qenë ma transparente, sa ma pak të manipulohen e tjera, është prit që ky proces të jetë i shpejt. Po ja që ndodhi e kundërta, do të thotë një maraton e numrimit të votave, edhe krahas këtij procesi një themi që unë për të parë herë po e përjetoj, një taburizim i partive politike për të bashkë biseduar. Në rastet e kaluara ka qenë një dinamik më e madhe, ka qenë një bashkëbisedim më i natyrshëm, nuk jenë prit do thotë afatet e fundit. Por gjithnjë duhet me u nis nga ajo që partia fituese do duhej me adresu këtë temë edhe të nisën nga fakti që tani ka nevojë për partner të koalicionit paraprakisht me i fillu bisedat spaku si parti politike në nivelin e komunikimit strategjik me i dhanë mesazhet, por ju e dini që në mbrëmjen e publikimit të rezultateve, në paraqitjen publike të leadershipit të vetëvendosjes, thjesht u ngritën muret për partit politike shqiptare, duke i ofendu, duke i quajtur me terma abuzues, që ishte një mesazh që kjo parti nuk e sheh ndërtimin e qeverisë me njërin nga partnerët të komunitetit shqiptar.